Një aksident rrugor ka ndodhur në segmentin Pug-Qelës në afërsi të kthesës së Qerretit të vogël. Një automjet tip Audi doli nga rruga dhe përpasoi përfundoi në një gremin afro 10 metër. Drejtuesi Bardhok Pushtria u transportua me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Shkodrës, ndërkohë specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor bën arrestimin e 51 vjeçarit banues në Qelës, pasi rezultoi se ka qenë duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur kur ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Specialistët për hetimin e krimeve gjatë 24 orëve të fundit arrestuan dhe një 63 vjeçar banues në Shkodër, pasi është konstatuar duke ndërtuar një kapanon me konstruksion metalik pa lejen përkatëse, pavarësisht se është proceduar penalisht më parë për këtë ndërtim të paligjshëm. Po këta specialist procedua në gjendje të lirë një 47 vjeçar, pasi ka kanosur me fjalë një 65 vjeçare për motive të dobta. Një 53 vjeçar u procedua pasi ka fyer fshinjen e tij një 64 vjeçare. Ndërkohë në datën 2 shkurt, është kallëzuar nga një 26 vjeçar se i kanë vjedhur një motomjet që e kishte lënë përpara banesës në fshatin Boriçi i Vogël, po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit. Materialet për këtë rast i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.